Përshëndetje. Për vite me radh, Timak ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në prodhimin e automjeteve speciale, duke shtrirë aktivitetin e saj në mbi 20 vende të botës. Pas meje, që shikoni, ndodhen 2 bisha 4x4 furgona të fuqishëm, të cilët do të shndërrohen së shpejti në ambulanca tepër modern. Këto ambulanca do të ndërtohen 100% në Shqipëri. Por cili është destinacioni i radhës së këtyre ambulancave? Qëndroni me ne për ta zbuluar. Çdo ambulancë ka nevojë për një sistem elektrik të fuqishëm dhe të sigurt, i cili furnizon ndriçimin LED mjekësor, fenelinat, ventilimin, prizat 12 volts dhe 220 volts, si dhe pajisjet jetike brenda kabinës. Ky proces nis nga shtrirja e kabllove, të cilat vendosen të mbrojtura në kanale izoluese për të shmangur çdo rrezik dëmtimi. Paralelisht, përgatiten linjat ku më vonë do të lidhen tubat oksigjenit me valvula sigurie dhe rregullator. Një pjesë e rëndësishme e sistemit elektrik është dhe pajisja e ambulancës me një sistem energjie shtesë. Kjo ambulancë ka të integruar një sistem të avancuar që përfshin inverterin, karikuesin e jashtëm dhe një bateri rezervë, duke garantuar funksionimin e pajisjeve mjekësore dhe kur motori i mjetit është i fikur. Izolimi është hapi që siguron mbrojtje akustike dhe termike. Me Armaflex, kabina bëhet e qetë dhe rezistente ndaj kushteve ekstreme. Më pas shtrohet MDF-ja, që krijon bazën e strukturës së brendshme. Ndërsa llamarinat përforcuese japin rezistencë shtesë. Instalohet ndriçimi LED mjekësor që ofron dritë optimale për trajtimin e pacientit. Siç e shikoni, ambienti brendshëm i kabinës është e shtruar me ABS. Është ky material i bardhë që shikoni që vesh të gjithë kabinën, është material antialergjik, antibakterial dhe përdoret kryesisht në ambientet spitalore, spitale, ambulanca, siç e shikoni dhe në ilustrimin këtu. Që nga patentimi i tij në vitin 1928, ai hasi përdorim të gjerë në industri për shkak të vetive të mëparshme që u përmenda. Pas izolimit, vijojmë me montimin e mobilimit të brendshëm. Dollap desirtar të posaçëm për pajisjet mjekësore. Lyshemeja shtrohet me material epoksi antialergjik dhe antibakterial, që garanton higjenë dhe jetëgjatësi. Sistemi i oksigjenit është vendosur me tuba të posaçëm dhe mbajtëse bombulash, për të siguruar që pacientët marrin oksigjen të qëndrueshëm dhe të sigurt gjatë transportit.
Pajisjet kryesore: monitori pacientit, aspiratori, oksimetri, si dhe defibrilatori. Çdo pajisje lidhet me rrjetin elektrik dhe sistemin e oksigjenit për funksionalitet maksimal. Vendoset stretcheri profesional me sistemin e fiksimit sipas standardit EN 1789. Ambulanca merr identitetin e saj përfundimtar përmes logimit të jashtëm dhe vendosjes së simbolikave standarde të urgjencës. Këto përfshin ngjitsa reflektues dhe sinjalizime të dukshme dhe natën, sipas standardeve ndërkombëtare EN 1789. Bishat 4x4 janë transformuar në ambulanca që shpëtojnë mirë. Destinacioni i Radhës, Barbados, si pjesë e forcave të mbrojtjes. Produktet Timac Made in Albania janë prezente kudo në botë tashmë. Qëndroni me ne për produktet e Radhës.